Në lajme ndër të tjera do të ndiqni një i vdekur dhe një plagosur është bilanci aksidenti ndodhur sot në orët e para të mëngjesit në aksin rrugor Gjirokastër te Belen pranë pikës turistike të Virojit. Rreshtet e ditëve të fundit kanë shkaktuar shembjen e rrugës automobilistike që të çon në parkun arkeologjik të Antigones, duke bllokuar dhe 1200 banor. Fondi Monetar Ndërkombëtar deklaron pas disa vitesh me rritje nën mesatare në rajon, vitin e ardhshëm Shqipëria do të rikthehet të jetë ekonomia në rritjen më të shpejtë në Ballkan. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues të televizionit Kanal 7, jemi në edicionin informativ. Një i vdekur dhe një i plagosur është bilanci i aksidentit të ndodhur në orët e para të mëngjesit në aksin rrugor Gjirokastër te Belen pranë pikës turistike të Virojit. Një i vdekur dhe një i plagosur është bilanci i aksidentit të ndodhur në orët e para të mëngjesit të kësaj sehone në hyrje të parkut të Virojit në Gjirokastër. Sokolushka, pronari i automjetit tip Benz me targa AA 976 OZ, udhëtonin 2 persona, ka humbur jetën ndërsa një tjetër është në gjendje kritike për jetën. Mësuesi drejtuesi i mjetit me inicialet BB 32 vjeç nga Tepelena ka humbur jetën si pasojë plagëve të marra, ndërsa i plagosur rënd ka mbetur 25 vjeçari Lushka, ushtar në repartin e Gërotit, që ishte duke u kthyer në shtëpinë e vet në qytetin e Tepelenës pasi ka lënë shërbimin. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 06 të mëngjesit të sotëm. Mjeti tip Benz ka dalë nga rruga në vendin e quajtur kthesa e Virojit. Përplasja ka qenë në bordurën anësore në hyrje të urës së Virojit, ku automjeti ka goditur 3 kufizuese anësore prej betonit dhe ka përfunduar në pjesën e poshtme të rrugës. Shkaki i aksidentit mendohet të jetë shpejtësia, errësira dhe mjergulla e dendur. Ky aks rrugor së fundmi është kthyer në tmerrjen e drejtuesit të automjeteve që për ndërtimit të rrugës që të çon në parkun e Virojit dhe urës që ndodhet në këtë vend, kur ndër të tjera mungon dhe drejtimi i mjaftueshëm dhe sinjalistika e duhur rrugore. Shpejtësia me të cilën drejtuesi i autometit kalon këtë segment të rrezikshëm rrugor është fushpamja kufizuar janë arsyet kryesore të aksidenteve. Ky është aksidenti 4 brenda këtij viti që ka ndodhur në këtë pikë të aksit Gjirokastër te Belen. Rreshtet e ditëve të fundit kanë shkaktuar shembjen e rrugës automobilistike që të çon në parkun arkeologjik të Antigones, duke bllokuar dhe 1200 banor. Rreshjeve ditëve të fundit ka shkaktuar shëmbje të rrugës automobilistike që të çon në parkun arkeologjik të Antigones dhe që lidh 3 fshatet të njësisë administrative Antigone me qytetin e Gjirokastrës. Rruga është bërë tashmë e pakalueshme për momentin për shkak të shembjes së plotë të saj dhe rrezikshmërinë që paraqet. Në shkurt të këtij viti, kjo rrugë dha shenjën e parë të shkatërimit të saj pas shembjes së asfaltit. Bashkia e qytetit gjeti një zgjidhje provizore duke bërë sheshimin e pjesës së mbetur, çka do të mundsonte kalimin me vështirësi të autometeve, por duket se su mjaftua me kaq, duke mos u kujdesur për një zgjidhje përfundimtare të kësaj situate duke lënë në arrest këtë segment të rëndësishëm rrugor. Investimet e bashkisë së qytetit, pjesë të cilës janë tashmë dhe fshatrat e kësaj njësie administrative, ka shkuar për rregullimin e qendrës së fshatit Asim Zeneli, ndërsa emergjenca të tilla si ky segment rrugor janë planifikime dytësore të bashkisë Gjirokastër. Rruga Asim Zeneli Antigone me gjatësi 8 km është inauguruar në vitin 2011 falë investimit qeverisë shqiptare me vlerën 280 milion lekë. Kjo rrugë lehtëson komunikim për 1200 banor të fshatrave Asim Zeneli, Tranoshisht dhe Saraqinisht. Fondi Monetar Ndërkombëtar deklaron se pas disa vitesh me rritje nën mesatare në rajon vitin e ardhshëm, Shqipëria do të rikthehet të jetë ekonomia me ritmet më të shpejta në Ballkan. Fondi Monetar Ndërkombëtar deklaroi se pas disa vitesh në rritje nën mesatare në rajonit, vitet e ardhshme Shqipëria do të rikthehet të jetë ekonomia me rritje më të shpejtë në Ballkan. Vlerësimi vjen raportin sapo publikuar mbi zhvillimin ekonomik në Europën qendrore dhe të juglindore. Sipas raportit, prodhimi kombëtar i Shqipërisë do të rritet vitin e ardhshëm me 3.7%, duke lënë pas të gjitha ekonomitë e tjera të Ballkanit perëndimor, të cilat do të kenë një rritje më të ulët. Madje sipas FMN-s, rritja e parashikuar ekonomike për Shqipërinë do të jetë e dyta më e lartë në të gjithë vendet ish komuniste në Europën lindore. Vetëm Rumania parashikohet të ketë një rritje ekonomike lehtësisht më të lartë se Shqipëria me 3.8%, ndërsa në të gjitha vendet e tjera prodhimi do të rritet më ngadalë.
Shqipëria e humbi statusin e ekonomisë më dinamik në rajon pas vitit 2012, kur rritja e prodhimit të ranë në mënyrë drastike duke cekur shifrën minimale 1%, por sipas FMN-s, në 3 vitet e fundit ekonomia është rimëkëmbur gradualisht dhe pse me ritme të ngadalta, fali investimet të huaj në projekte madhore si TAP apo Kaskada e Devollit, por dhe rigjallërimit të konsumit privat. Megjithatë, dhe pse rikthehet në krye të rajonit sërish, rritja ekonomike e vendit mbetet më ulta nga ajo e vendeve të parakrizës, ku prodhimi kombëtar është rritur mesatarisht 6% në vit. Sipas FMN-s, ekonomia shqiptare pritet të përshpejtojë gradualisht deri në 4.2%, ndërsa norma e rritjes përpara krizës nuk mund të arrihet për shkak se bota ka hyrë në një moment të ri ekonomik ku të gjitha vendet rritet më ngadalë. Përqendrohemi në këto momente në zhvillimin më të fundit që vjen nga rajoni dhe bota. Kryeprokuroria suedeze ka mbritur në ambasadën e Ekuadorit në Londër për të marrë në pyetje themeluesin e WikiLeaks Julian Assange në lidhje me akuzat për përdhunime të cilën përballet në Suedi. Sepse ai mohon të ketë përdhunuar një grua suedeze në vitin 2010, Kryeprokuroria ka mbritur për të dëgjuar deklaratën e tij me ndërmjetësinë e një prokurori ekuadorian i cili do të drejtojë pyetjet Assange. Themeluesi i WikiLeaks fitoi të drejtën e azilit nga Ekuadori dhe strehohet në ambasadën e këtij shteti në Britani që prej 4 vitesh, duke frikësuar ekstradimin të mundshëm në Suedi, por dhe në Shtetet e Bashkuara. Assange nga ana e tij thotë se akti seksual me 2 persona në fjalë ka qenë konsensual dhe besoj se akuza e ngritur ndaj tij është e motivuar politikisht. Akuza lidhet në kohën kur Assange bëri një vizitë në Stockholm të Suedisë në gusht të 2010 për të dhënë një leksion. Ai ka refuzuar të udhtojë drejt vendit nordik për të marrë në pyetje nga frika se mund të ekstradohet në SBA, aty ku akuzohet për publikim e mbi 500.000 dosjeve sekrete ushtarake mbi luftën në Afganistan dhe Irak. Në ambasadën e Ekuadorit, ai nuk mund të preket dhe as nuk nga autoritetet britanike, të cilët ruajnë prej vitesh në dyrë tek institucion në rast të ndonjë ndalje të mundshme të tij për të haratisur. U bën dëshmitar të inkasapane në 13 nëntor të 2015, kur ata që ishin mbledhur për të ndjekur koncertin e tyre u vunëshin një të breshërisë së plumbave që u morën jetën 90 personave. Një vit më vonë, Eagles of Death Metal, grupi kalifornian që po këndonte në sallën e koncertit të Bataclanit, ku morën jetën më i rëndi i sulmeve që trondit në Parizin, atë të premtes së zezë, u rikthyen në kryeqytetin francez për të bërë omazhet e viktimave. Pjesëtarët e bandës ishin të pranishëm në një ceremoni të organizuar në distritin e 11 nga një shoqat e krijuar për viktimat e sulmeve, e quajtur Jetë për Parisin. Lideri i grupit, Jesse Hughes, u shpreh prekur nga ceremonia. Ky qytet përfaqëson shembull më të mirë se si mund të reagosh ndaj diçka të tmerrshme, që në momentin kur plumat nisën të fluturonin, ky vend u kujdes për ne dhe unë dua që të gjithë ta dinë se sa shumë e duam këtë vend, tha ai. Hughes mori pjesë në koncertin e Stringut që shënori hapjen e Bataclan ditën e shtunë. Më herë drejtori i sallës, Julius Furtos, tha për mediat franceze se nuk e kishte ftuar grupin në Bataclan për shkak të akuzave që i kishin bërë Hughes për mungesën e sigurisë atje. Lideri i grupit të rock u shpreh në një rast se herojët e sigurisë në sallën e fashnët e koncertit mund të kenë qenë me dijenin të asaj që do të ndodhte, por më vonë kërkojnë ndjes për sugjerimet, duke sfikuar se kishte dhënë si rezultat i stresit. Bashkianë distritin e 11 Parisit u zgjodhi për ceremoninë përkujtimore, sepse punonjësit e ndihmës së shpejtë për të mbijetuar kërkuan strehim atje, pasi personat armatuar sulmuan bar dhe kafenet aty pranë. Pas zgjedhjeve si president dhe veçanërisht pas fjalimet tonë të zbutura të fitores, u mendua se Donald Trump do të bënte një hap përpara sa i përket politikave kontroverse të propozuar gjatë fushatës, por udhëheqësi i ri i Shtetet Bashkuar në një pikë nuk pranon kompromis. Tek emigracioni i palishëm, ai deklaroi se do të dëboj ose të dënoj së shpejti 2 deri në 3 milionë emigrantë pa rregull në të dhëna kriminale dhe konfirmoi se muri me kufij me Meksikën do të ndërtohet. Në intervistë për CBC, e para që prefitori historik janë 8 nëntor miliardër thekson se në disa zona është i nevojshëm muri, ndërsa në disa të tjera mund të vendosen gardhe. Jam shumë mirë në ndërtim, në disa zona kam nevojë për mure, në të tjera mund të ngrihen gardhe. Do të dëbojmë 2 ose 3 milionë emigrantë palishëm me të dhëna kriminale ose do t'i burgosim ata, deklaron Trump. Presidenti zgjedhur shton se në rast se emigrantë të tjerë të parregull do të vlerësoheshin pasi kufirit sigurohesh. Plani për ndërtimin e murit dhe detyrimi i Meksikës të paguajë për të ishte një prej më të debatuar gjatë fushatës, por që gjeti mbështetje masive tek përkrahësit Trump. Republikani shkarkoi zemërimin e madh kur sugjeroi se Meksika po eksportonte përdhunuese trafikantë për te kufirit. Britania post Brexit ka një mundësi historike për të marrë një rol të ri si udhëheqësi global i tregtisë së lirë. Kjo është ajo që pritet të thuhet nga kryeministja Theresa May në fjalinë e saj të parë mbi politikën e jashtme në banketin e Kryebashkiakut të Londrës. Mes të tjera pritet të shprehë mbi punën dhe më të madhe që duhet të bëjë për të siguruar se komuniteti nuk mund të mbetet pas nga forcat e globalizmit. Laboristë opozitar thonë se veprimet e saj kanë tradhuar fjalën e saj dhe se ajo tashmë thjesht sa përfaqësojnë të njëjtin fat të politikave dështuara. Kryeministja britanike parashikon një rol dhe më të fuqishëm për qeveritë në zhvillimin e
strategji industriale me synim për të shpërndar pasurinë në mënyrë të njëanshme anë mban vendit. Më pritet i thot audiencës se pas fitores së Donald Trump në zgjedhjet prezidenciale amerikane pritet ndryshime dhe do të jenë thelbësore dominimin e ata që kanë përjetuar dobësi nga globalizmi. Për të qenë vërtet kampion global tregtisë së lirë në botën moderne, ne duhet të bëjmë diçka për të ndihmuar ato familje dhe komunitete të cilat aktualisht humbasin prej globalizmit, jo duke qëndruar as pak fleksibël, duke refuzuar të ndryshojmë dhe duke luftuar betejat e së shkuarës, por duke përshtatur momentit, duke evoluar mendimin tonë dhe duke shfrytzuar të gjitha mundësitë që na jepen. Ky është lloji i ri udhëheqjes për të cilën kemi nevojë sot dhe unë besoj se është mundësia më historike Britaninë që të afrojë këtë gjë. Pritet të thot Mai. Kryeministja britanike mendon se duke u larguar nga BE tregojmë se si një vend i lirë, fleksibël dhe ambicioz mund të hedhë hapin e dur drejt një roli global. Duke në pas blokun e informacion në bota, përqendrohemi sërish me informacionet në vend. Sydney u bëri njëri prej qyteteve të para që shijoi pamjen e hënës të madhe dhe më të shndrishme në 7 dekada. Herën tjetër që një hënë e plot do t'i afrohet kaq shumë tokës do të jetë në vitin 2034. Sydney u bë një prej qytetet e para që shijoi pamjen e hënës së madhe e më të shndritshme në gati 7 dekada. Shumë njerë, kryesisht turistë, u pan teksa ngjiteshin në urën Sydney Harbour për shijuar më së miri atë që u pagëzua si superhëna e që mbante në as predator në daljen dhe shprehjen mes rreve. Të hënën hëna e plot do t'i afrohet tokës më shumë se çdo herë tjetër që prej vitit 148, siç bën të ditur astronomët, duke kaluar 348.400 kilometra larg sipërfaqësisë planetit ton, 35.400 kilometra në afërsi se sa mesatarja. Distanca e anës nga toka ndryshon pasi ajo gjendet në një orbit në formën vezore e jo të rrumbullakët. Nëse qielli do të jetë i pastër, hëna do të shfaqet 14% më e madhe dhe 30% më e shndritshme se zakonisht, duke dhënuar një pamje të mrekullueshme sipas NASA-s. Hera tjetër që një hënë e plot do t'i afrohet kaq shumë tokës do të jetë në vitin 2034. Përqendrojmë këto momente dhe tek parashikimi i motit, ku do të ftoj të ndjekim grafikën për 3 ditën në vijim. Gjirokastër.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kulturë, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokastër.com. Dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e modit, kemë përfunduar këtë edicion informativ këtu në televizionin Kanal 7 në shoqërinë e Program në Vijim. Bashkë miropafshim.
Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.